që ka dy gjëra në këtë botë, që unë I besoj këto, që me këtë lloj leadershipi as 2041 nuk vinë, kjo PD, ose do shkrihet fare, dhe unë ta kam thënë me shumë gentiles që 2029, siç po shkojnë këta, as bashkëshortes time s'do I kërkoj dot votë më për PD-n. Jo njerëz të tjerë më jo. Pra këtu është kaq skandaloze është qasja ndaj kësaj force politike. Këta s'duan ta kuptojnë, jo se nuk duan. Po edhe Saliani s'po e kupton këtë gjë. Jo, e kupton. Se s'do forcë tre politike pra. Pra, unë do isha për këtë. Sepse Saliani, nesër, shikoj sa e bukur është. Agron Shehaj, bëri një fushat fort mediatike, po themi ne, ndaj Lulzim Bashës, më ndaj dhe Berishës. Iku, se zgjeti do të vetë. Bëri parti, përfaqësohet parlament. Berisha sot I flet me respekt Agron Shehajt. Teorikisht, e di pse, sepse për Sali Berishën ka dy mënyra. Ose do jesh kryetar si kundër ai, po diku tjetër, jo te partia tjetër, ose do jesh qeni rraur te partia e tij. Po Saliani? S'pari një përnis nga kjo, mua nuk më duhet respekti askujt. Mua më duhet respekti qytetarëve shqiptarë dhe atyre që votojnë. Raporti im është me ata që përfaqësoj, demokratët dhe me qytetarët. Ç'po duhet mua ç'a mendon njëri apo tjetri. Këtu ka disa rregulla të vendosura për që është kushtetuta, ligji, statuti etj. Dhe këtu nuk kemi më asnjë normë demokratike. Këta që thonë që ore po pse nuk ikën, është njësoj se thonë po s'pëlqen Shqipëria, pse s'ikën nga Shqipëria. Jo, unë duhet të përmirësoj këtë, sepse unë kam kontribut këtu, kam sakrifica, po ndërkohë kam edhe përfaqësimin e mira demokratëve që kanë besuar tek unë që do ta përmirësoj këtë punë dhe do ta vazhdoj derisa ta çmontoj. Më është njësoj se thonë që ore pse I bën ata luftën për drejtat civile. Imagjinonte njëri që do hiqej sllavaria në Amerikë. Imagjinonte njëri që do bëheshin shkollat e përbashkëta me njerëzit që I përjashtuan me segregacion. Tani si ta bëjmë të dorëzohemi ne? Unë them do ta bëjmë betejën deri në fund dhe do t'i qëndrojmë me betejë politike. Pse thash unë dhe ja ku konfirmua nga ky vendim I sotëm. Zotri, jemi në regjimin Rama Berisha. Gjykata vendos çfarë të doj Berisha. Ja, këtu s'jam dakord me ty fare. Ja ku e ke vendimin sot. Jo, prit. E cila, jo, pa e ke gabim pra. Po e pra e ke gabim fare. Nëse ti çon një paçavurë në gjykat, normal që gjykata do ta rrëzoj. Bile nuk e ka rrëzuar, që ti jemi korrekt, është kthim akti. Sepse normalisht nuk rrëzohet I pati e tillë. Apo do vazhdon. Po, qartë ti jemi korrekt. Po ta them edhe një tjetër. Le ta shoj kush është jurist? Mbetet në teknikalitete edhe mbytet aty. Po ta them edhe një tjetër. Çdo gjë që shkon në gjykat për Partinë Demokratike në raport me Berishën, Rama do ja jap Sali Berishës. Le ta bëj ky zotria me qenë se më bën si juriste dhe kërcen kot, se ka me mike po them këtu. Ta bëj pa din, ta çoj unë dhe le ta fitoj ky. Ta bëjmë po nuk ka, le ta bëj provë se afirmos unë që nesër. Nuk ka gjë në këtë republik që I kalon nga regjimi Rama Berisha. Lerini këto, jo teknikaliteti, jo mbushje, jo kjo, jo ajo. Janë të gjitha Sali Berisha është kambaleci I Edi Ramës. Nëse Sali Berisha ikën nga Partia Demokratike dhe aty ka një proces dhe vjen një kryetar I ri, Partia Demokratike vjen pushtet. Edi Rama e mban Sali Berishën se I duhet për të zgjatur jetëgjatësinë e vet politike. Më shumë vite në pushtet ka Berisha, jetëgjatësi politike se Rama. Keq marrëdhëniet me ndërkombëtarët Rama, keq Berisha. Keq marrëdhëniet me sondazhe Rama, 60% kundër, 80% kundër ky zotria tjetër. Keq me demokracinë Edi Rama, keq Sali Berisha. Është aseti kryesor që mbrohet dhe ruhet nga Edi Rama. Tani, kushdo që mendon që këto çështje zgjidhen se Rama do t'i japi drejt dikujt tjetër, këto janë muhabete që nuk kanë bën me politikë. Vetëm I fjaliste. Drejtsinë Berisha implikon edhe problemi është që Rama me 800.000 vota politika implikohet dhe drejtësia. Dakor, Nar Karaj me qenë se kam këtu të gjithë mendonin, bashk, po, sepse të gjithë mendonin që Vula, gjithë juristët që mendonin si Nardi, që Vula nuk do shkonte te Sali Berisha. Sepse ishte një proces jo formal etj. Ja ku është sot. Atë kthejmë tu pra. Tani lutem si ishte se ju mendoni se influenca. Se më lëviz, se ju mendoni jo për se ka ju mendoni drejtësia është jashtë influencës politike. Modero pak. Jo, absolutisht jo. Modero pak Denis. Nëse e lidhni politikën nomin dhe me drejtsinë, I bie praktikisht që shteti ka rënë. Nëse e themi në këtë prizë. Influenca e dy partive të mëdha tek drejtësia është shumë e madhe.
Dakord për Po pse kush e ka drejtsinë? Italiani vetëm se ka një gjë. Do të diskutoni tani mbrapa ju. Po Denis, dëgjoj një sekond, Denis. Me të rënë flas. Si ishte neni 46.8 lutem, thuaj në vjet trasha. Është qartë fare ligjërisht. Vetë të lutem thuaj. Nuk lejohet Berisha të kandidojë. Një sekond, mos u fut kot tani. Nuk është ashtu. Okej.